Habit mjekja e njohur, ja kur është koha më e mirë për të hequr qimet. Heqja e qimeve në këmbë mund të jetë ndër gjërat më të mërzitshme, më frustruese dhe më të bezdisshme për të gjitha detyrat e bukurisë që ekzistojnë. Megjithatë, para se të kapni briskun, është mirë të dini diçka. Sipas Housekeeping, raporton se ka një kohë të caktuar të ditës që është më e përsosur për heqjen e çimeve të këmbëve dhe nuk është para gjumit. Sipas tyre, koha më e mirë për të kryer këtë detyrë bukurie është gjatë natës. Ekspertët e bukurisë thonë se heqja e çimeve të këmbës duhet të bëhet të paktën 2 orë përpara se të flini. Kjo për shkak se kur flem këmbët tona nxehen dhe bymehen, që do të thotë se qimet e vogla të cilat kanë probleme me largimin e tyre, rikthehen në gjendjen e tyre dhe janë më pak të dukshme. Kjo do të thotë se kur zgjoheni në mëngjes, këmbët do t'i keni më të buta dhe më joshëse. Ekspertët tregojnë se për të hequr qimet në mëngjes është shumë e rëndësishme t'i lini të ftohen.